Nëse unë vi dhe them Genti, ti je IT, a mund të ti e dhe për gjën tënde për ta perifrazuar në terma më të thjeshtë për ato që na dëgjojnë. A mund ta vazhdoj unë ta përdor TikTokun i qet me këtë VPN me 4.1? Tani për përdoruesit e Apple, pra që kanë iPhone, është më e sigurt se sa për përdoruesit Android, sepse Apple i ka disa kushte rigoroze që nuk lejon asnjë aplikacion të dalë në treg nëse ka problematika në vjedhje të dhënash etj. Në Android mirë është që gjitha VPN-t që përdoren të jenë VPN që janë të ndërtuar nga një kompani e madhe, sidomos në Europë apo në Amerikë, se siguria është më e lartë. Një nga VPN-t më të mira që janë të sigurta quhet PIA, Private Internet Connection, i cila është VPN me pagesë, por që ka shpejtësinë e internetit më të madhe, sepse një informacion i fundit, kompanitë celulare kanë ankesa pafund për mungesë interneti, ndërkohë që ja shkakton VPN-ja.